I sapo kthyer nga Brazili, ku mori pjesë në asamblenë e përgjithshme të CDI-s, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bashkua foltorës së dytë para kryeministrisë. Para qytetarëve, ai u zotua se kjo protestë nuk do të mbyllet deri në rrëzimin e qeverisë, të cilën e akuzon si hajdute të taksave të qytetarëve. Erdhëm këtu për t'i futur të merrit hajdutit. Erdhëm këtu për të mos ikë kur nga ky shesh pa fitoren. Jo foltore, përmbush misionin e saj. Vetëm kur shqiptarët largojnë këta hajdut nga qeveria. Kanë vjedhur, janë kapur, duke vjedhur dhe prap nuk largohen. Jo, thot. Akuzat të drejt për drejta pati ndaj zëvendës kryeministres, njëherësh ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku dhe kryeministrit Edi Rama. Pazaret nën karaj bëri Rama. Ajo po, nër pjesë të vetë thash është ajo që është. Por Edi Rama është. Edhe Ankara, edhe i Llogaras, është edhe i Tune, edhe i aeroportit të Vlorës, është edhe i djegësve. Berisha pretendon se ka zbuluar edhe bisedën mes Ballukut dhe Ramës në takimin 7 orësh në kryeministri. Kjo aludon se nuk po mdel zot, po ç'tu bëj atyre mesazheve, thot Rama, që ke bërë ti. Mesazhet ja kthen kjo? Çfarë flet ti, tha? Po mesazhet tua ndosi janë shumë më të këqija se të mijat. Absolutisht po. Po, edhe ti jo mesazhin ke dërguar mua, po mesazhet që i ke dërguar Elvis Berberit. Ke 60 mesazhe të Elvis Berberit në dosje, të cilat tregojnë se ke diktuar çdo gjë. Berisha deklaron se edhe rrugët e shembura nga moti i keq në ditët e fundit janë pasojë e korrupsionit të qeverisë. Rrugë të Lumbis dhe Trams u shembe njëra mas tjetrës dhe ndodh pasi kanë 4 fishuar çmimet. Krahas foltores, Partia Demokratike ka nisur edhe përgatitjet për mbajtjen e një proteste kombëtare kundër qeverisë, por deri më tani ende nuk ka një datë konkrete për finalizimin e saj.